Reperi Arkimed Lusha, i njohur si Stresi, duket se është rikthyer me ish-partnerin e tij Kesin. Dyshja janë shfaqur me njëri tjetrin, por këtë herë videoja e tyre nuk është publikuar nga mediat, por nga vetë këngëtari. Stresi ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale një video nga parapaskenat e klipit të këngës së tij më të re, që pritet të publikohet së shpejti. Në video bie në sy prania e ish të dashurës së tij Kesit, e cila duket se ka marrë rolin e vajzës kryesore në këtë projekt të ri muzikor që ngjan me një këngë dashurie. Krahas videos ai shkruan "Sa të kam dash", që me gjas është titulli i ri i këngës. Për ndjekësit dhe fansat e çiftit dikur të dashur, kjo ishte një surprizë e madhe, duke qenë se Stresi e ka pranuar hapur në shumë intervista se Kesi ka qenë vajza që ai ka dashur më shumë në jetë. Rishfaqja e saj në klip ka ndezur me njëherë reagime dhe spekulime rreth marrëdhënies së tyre aktuale.